Shpesh njerëzit dështojnë në gjetjen e fesë së vërtet pikërisht të kjo çështje. Të çështja e veçantisë kuptimin që hulumtojnë tek fetë në pjesën e përbashkët të tyre, jo në pjesën e veçantë të tyre. Në kuptimin që e gjojnë fjala-bie për shembull një mirësjellje ose një kod të fëmijësisë së mirë, edhe pastaj i japin të drejtë vetes për të përcaktuar tek fetë si një gamë vlerash, në kuptimin që po shkohet te kjo fe e gjen fëmijësinë e mirë, po shkohet te kjo fe tjetër e gjen një ashtu fëmijësinë e mirë. Mirë, po nuk ndonë te pjesa e dallimit, sepse ajo është sfiduese, sepse ajo pastaj kërkon mohim dhe pohim. Sepse ti kur përballesh me të vërtetën, pastaj do të mohosh të pavërtetën dhe ta pohosh të vërtetën. Në këtë rast për shembull, kulturat e shumta dhe fetë pranishme që sapo i zurën në gojë si numër i madh, fjala-bie u mungon lidhja me Zotin. Dhe kjo lidhje me Zotin ka të bëjë edhe me shpalljen edhe me kumtesën hyjnore. Në kuptimin që ne jemi shumë të bindur që Islami është kumtesë hyjnore, edhe është proklamat hyjnore. Në kuptimin e pashmangshëm që bëhet fjalë për një shpallje nga Zoti nëpërmjet engjullit që ka ardhur tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj është kumtuar e vërteta. Kjo nuk ka vetëm një dogmë. Kjo është një vërtetë e pacënueshme në kuptimin që janë ajo mori e madhe e temave të fesë. Ajo është ajo gamë e madhe e vlerave të fesë që nuk mund të vërtetohen vetëm nëpërmjet shpalljes. Dhe rrjedhimisht për të vërtetuar që burimi është shpallja dhe nuk është diçka tjetër. Këtu ndoshta është edhe sfida më e madhe fetarisë, gatishmëria për t'u nënshtruar shpalljes. Për arsye veçantia e madhe e Islamit është që atë pjesën themelore, pjesën bazë, pjesën kryesore që Zoti e lyp në ditën e gjykimit nga ana e robit, është pjesë e prerë, e përcaktuar dhe e definuar nga shpallja hyjnore dhe kumtesa profetike e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Këtë nuk e gjen tek fetë të tjera. Është veçanti e Islamit. Për shembull tek fetë të tjera gjejmë që ndoshta kleri ka të drejta ku i përzihet ato kompetencave të Zotit. Ndërkaq klerit në Islam është vetëm kumtues, asgjë më shumë. Mund të jetë thjeshtësues, mund të jetë që kërkon prova, kërkon thjeshtësime, nuk mund të sjellë diçka të re. Nuk mund të sjellë diçka sipas hamendis së tij, madje këtë se ka pas të drejtë as i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. As i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka folur nga hamendja, por ka folur vetëm në saj të shpalljes. Dhe kjo veçanti, besoj është krahas tauhidit, është veçantia tjetër që besoj mund të jetë nga diskutimet e dialogut edhe të shtjellimeve ndërfetare që të dohet ose të përcaktohet kufiri i dallimit ndërmjet nesh dhe të tjerëve.